Fondacioni për të drejtat e kafshëve mban protestë përballë komunës së Prishtinës sa i përket keqmenaxhimit të parasë publike e mbi të cilat janë keqpërdorur sipas protestuesve sa i përket qendve endacak në komunën e Prishtinës, ani pse çdo ditë vazhdojmë të kemi sulme nga qendë endacak, por që nga komuna e Prishtinës ende kanë mbetur pa zgjidhje. Ta ndjekim protestën e mbi të cilën ka të bëjë me këto keqmenaxhime të parasë publike për qendë endacak. Sot këtu për të kërku llogari nga komuna e Prishtinës. Jemi këtu sepse paraja publike nuk është lojë dhe qendë endacak nuk janë numra, janë qenie të gjalla që meritojnë kujdes dhe mbrojtje. Të gjithë ne pajtohemi që qendë endacak nuk duhet të mbeten në rrugë, pasi përveç rrezikut për qytetarët, edhe veçantë janë viktima të abuzimit dhe neglizhencës. Për të arritur në një zgjedhje të vërtetë, duhet masa të menduara mirë, të qëndrueshme dhe që adresojnë burimin e problemit dhe jo vetëm pasojat. Komuna e Prishtinës po vepron në mënyrë të njëanshme duke strehuar qenë jashtë standardeve ligjore, pa transparencë dhe pa përfshirje të qytetarëve dhe neve si aktivistë për mbrojtjen e kafshëve. Kjo nuk është zgjidhje, është fillim i problemit. Komuna po merret me simptomat dhe jo me burimin e problemit. Ne nuk do të heshtim përballë keqmenaxhimit dhe shkeljes së ligjit. Ne si komunitet i kemi 6 kërkesa këtu sot për komunën e Prishtinës. E para, sterilizim kastrim masiv për të ulur dukshëm numrin e qenëve në rrugë. E dyta, vedisim me mbështetje për familjet që mbajnë qenë që ata të mos i braktisin dhe të sterilizojnë qenët e tyre, pasi që ata janë burim kryesor i shtimit të numrit të qenëve endacak. E treta, vedisim të qytetarëve për të ulur frikën dhe për t'i përfshirë në zgjedhjet e problemit. E katërta, strehimore që respekton ligjet dhe mirëqenien e kafshëve. Kërkesa e 5, politika të bazuara në të dhëna jo në improvizime. Kërkesa e 6, përfshirjen e qytetarëve dhe shoqërisë civile në çdo vendim që prek kafshët e pambrojtura të qytetit dhe Kosovës. Ai person që hin brenda mos t'i lejohet as me fol, as me qel pirë në gojës me staf. Okej, s'ka problem. Vetëm të ketë çësje fizike në çdo hapësirë ku trajtohen qenët. Kush kërkesë që e kanë qikë të grupë? Sigurisht po. Kjo është projekt komunal, kjo është projekt publik, kjo është brenda e gjithëve. Edhe le të ka, çka përse mëshirësia? Çka ka për të bajtur mëshirëta? Kërkojmë transparencë për gjëra shumë më të mëdha, e më me peshë për shoqërinë, e këtu mëshirë diçka. Po, unë jam shumë pro qenëve endacak, edhe zakonisht krejt protesta që bëhen për qenë endacak unë e dalë dhe jam e pranishme, edhe po mundohem me bëha diçka për të mirë tyne, po më duket që e kotë. A mban Benit të qenë për vete? Po. E di që je admiruese e tyne. Pse më mendon që komuna ndoshta po i bën këto keqpërdorime? Tash më ta bëj sepse kemi shumë ankesa të qytetarë që realisht pe qenë sulmohen. Po me një anë tjetër, komuna thotë që ka me bos zgjidhje, që me i strehu ata e shumë të tjera. Apo mendoni edhe ju sikur krejt ta qytetarë që është duke pasur keqpërdorime pikërisht nga komuna? Po, keqpërdorime ka shumë, edhe na si aktivista nuk jena tu e ditë qenë ku janë tu adoptu, na thjesht po dojna me ditë ku pa adoptuhen. Me shku me vizitu edhe nuk ka diçka të keqe, nëse vetë se janë tu trajtu mirë, pse mos me na leju. Kemi bërë kërkesa të ndryshme, po nuk janë tu na aprovu. Cila protestë ndoshta që është kjo me radhë që ju ke bashku te apo është e para? Apo Jo, është e treta e katërta për kafshë, po. me një fjalë, komuna e Prishtinës nuk e ka mendjen me u marrë me një trajtim serioz sa i përket qendve endacak. Këto ishin kërkesat e protestuesve në fakt që është hera disot, siç na shpjeguan që janë ulur në tavolinë me komunën e Prishtinës, por nuk e kanë marrë as edhe një përgjigje të vetme se çfarë është duke ndodhur. Ndërkohë, siç e thash në fillim, po ritheksoj që çdo ditë kemi nga sulme, nga qend endacak mirë, por kërkesa e këtyre protestuesve është që qend nuk janë ashtu ndoshta siç i shohim ne, sepse siç vepron shoqëria njerëzore ashtu edhe kafshët mundën me vepru. Po presim deri në protestën e radhës, apo ka efekt kjo që sapo ndodhi?